Duke shprehur të gjithë këto konsiderata të merituara për ju, dua të shpreh edhe një thirrje për të gjithë njerëzit që të bëjnë kujdes. Ne e dim shumë mirë që zjarret nisin nga gjëra të vogla, zjarret nisin nga një cigare e hedhur nga makina, zjarret nisin nga një hi që nuk është shuar mbas një pikniku, zjarret nisin edhe kur askush nuk do që të ndodhi, pa haruar që ato nisin edhe kur ka qëllime të liga, apo kur njerëz me çrregullime psikologjike i vën zjarrin një territori. Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme puna e policisë së shtetit, puna parandaluese, vëzhgimi në territor dhe shfrytëzimi i teknologjisë për të identifikuar zjarrvënësit. Gjë që është bërë më mirë se asnjëherë vitin e shkuar, po gjë që ne presim bëhet edhe më mirë në këtë sezon. Dhe në mbyllje dua të them që jam shumë vetëdijshëm që fjalët nga kjo foltore janë shumë të lehta për tu nxjerrë, ndërkohë që jeta nën uniformën e zjarrfiksit është shumë e vështirë se sa çdo fjalë që mund thuhet. Pa llogaritur pastaj kur ajo uniformë është në mes të flakëve. Dhe ne nderojmë shumë këtë. Unë uroj shumë që sezoni të jetë sa më i qetë, të ketë sa më pak emergjenca, por nga ana tjetër ne e dim shumë mirë që kjo është e vështirë të parashikohet dhe çdo minutë mund ndryshojë gjithçka. Dhe në çdo minutë jeni ju që merrni zilën e parë dhe duhet të niseni për në vatrën e ferrit. Por duhet ta dini që në çdo moment kur ju jeni përballë flakëve, ne jemi bashkë me ju, mirënjohës dhe admirues të sakrificës tuaj, e patjetër edhe pastaj të vetëdijshëm për faktin që për çdo gjë që ju e bëni më mirë, për gjithçka që ju bëni më shumë, ne nga ana jonë duhet të bëjmë për ju më mirë dhe më shumë. Një vend nuk mbrohet vetëm nga ligjet, as nga muret, një vend mbrohet nga njerëzit, mbrohet nga zemra e tyre, dhe nëse një vend ka nevojë për të parë shëmbulltyrën më besnike të zemrës që mbron organizmin e vendit, kjo shëmbulltyrë është shëmbulltyra e zjarrfiksit. Shumë faleminderit gjithëve, me shumë respekt. Faleminderit zotë kryeministër.